Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për konfliktin, luftën në lindjen e mesme, për zhvillimet që pritet të ndodhin në samitin e NATO-s, por edhe atë që mund të ndodhë në rajonin tonë në Ballkanin Perëndimor. Do të flasim me zotin Seb Bytyçi, njohës mjaftimisht zhvillimeve ndërkombëtare, i cili ndodhet në Londër pranë Angli. Zoti Bytyçi, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit. A mund të flasim për një paqe të brisht apo mund të themi që është arritur plotësisht edhe pas konfirmimit të dytë të Trumpit edhe ultimatumit, sidomos më shumë për Netanyahun, sepse Irani duket se u bind më shpejt. Po është një thënie që në lindjen e mesme çdo armpushim është i përkohshëm apo çdo marrëveshje paqe është e përkohshme. Edhe tash më u dëshmua më njëherë që bëhet fjalë për një paqe të brisht apo për një armpushim të brisht, pati akuzat forta për thyrjen e armpushimit, domethënë qysh në fillim. Dhe është një traditë, nëse mund ta quajmë ashtu, që kur ka kësi lloj armpushime, ato zakonisht nuk respektohen plotësisht. Edhe palët mundohen që të arrijnë ndonjë fitore të paktën morale deri në sekondën e fundit dhe vazhdimisht gjithashtu shoqërohen edhe me akuza dhe kundër akuza, këto lloj armpushime dhe thyrjet e armpushimit. Mirë po, është e mundur që të vazhdoj armpushimi paktën për një kohë të caktuar, dhe tash mbetet të shihet se sa ditë apo sa javë do të zgjat. Mund të flasim këtu për një fitues? Edhe a ishte ky fundi i vrullit të Netanyahut pas asaj që u nis më saktë në Gaza, Hamasi, Hezbollahu, Houthi, edhe në fund fare Irani. Ky është fundi dhe a mund të flasim për një fitues në këtë treshe? Edhe SBA thotë që unë shkatrova, Irani thotë nuk përgjigja, Izraeli po normalisht me retorikën e shkatrimit të centralit bërthamor. Po nëse shohim në një kontekst më të gjerë, mund të thuhet që Izraeli është fitues dhe Irani është humbës, sepse kemi të bëjmë edhe me sulmet ndaj Hezbollahut që e kanë dëmtuar shumë Hezbollahun, që është pra partia e mbështetur nga Irani në Liban. Kemi të bëjmë me dëmtimin e Hamasit, kemi gjithashtu edhe ndryshimin e regjimit në Siri, që e ka kufizuar tepër shumë mundësinë e Iranit për t'i financuar grupet siç janë Hezbollah dhe Hamasi, apo për t'i mbështetur ato, për shkak se është për një shkputje territoriale me ndryshimin e regjimit në Siri, dhe përfundimisht sulmet ndaj Iranit dhe ndaj kapaciteteve nukleare të Iranit. Nëse gjitha këto shihen pra në një kontekst më të gjerë, atëherë qartë që kemi të bëjmë me një dobësim të pozicionit të Iranit dhe një fitore të Izraelit. Pastaj edhe futja e SBA-s në luftë kundër Iranit gjithashtu mund të quhet një fitore e Izraelit apo e Netanyahut. Në gjykimin tuaj, Rusia me Kinën e lanë vetëm Iranin? Po, në një farë mënyrë po, por nuk është diçka e papritur, sepse Rusia zakonisht nuk i respekton aleancat dhe nuk i mbështet shtetet Putin tha që e miratuan parlament memorandumin vetëm kur filloi lufta që kishin me Rusin. Është domethënë gjithashtu Putin u arsyetua se Izraeli është një shtet rusisht folës, domethënë se ka arsyetime të ndryshme për nëse mund të themi lënien në lloj të një aleati, por që është tipike traditë ruse që i braktis aleate, domethënë kemi
kohëve të fundit rastin e Armenisë, e cila u braktis në momentin më të vështirë, por edhe në thojza aleat tjerë të Rusisë, të cilat domethënë Rusia nuk i ka ndihmuar. Dhe në anën tjetër Kina zakonisht ka një strategji të tillë që nuk ndërhyn drejt për drejt, të vërgon nga larg dhe në çfarëdo situate, domethënë niset nga parimi se çfarë fiton Kina dhe tenton që të dalë fituese në çfarëdo situate, edhe pse ndoshta ka ndonjë përkrahje për një shtet apo disa regjime të caktuara, shtete të caktuara, ato shtete nuk mund të llogarisin në përkrahje direkte nga Kina, dhe sidomos jo përkrahje ushtarake. Regjimi nuk ra në Iran, por Trump shkon si triumfues në samitin e NATO-s. Tashmë i bie që kryefjalë do rikthehet përveç debatit për buxhetin 5%, pra për rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen ushtarake, mund të themi që rikthehet sërish Ukraina, edhe pse Trump është munduar që te agenda ta shmangë. Po, nëse ka një afërshim në Iran, atëherë ndoshta është më e mundshme që vëmendja të rikthehet te Ukraina. Urojmë që të mos ketë një se më thënë humbje të jetëve civile që do ta bënte domethënë atë vëmendje më urgjente. Por Ukraina duhet ketë vëmendje, sidomos në Evropë dhe në çfarëdo forumi të NATO-s apo forumi perëndimor, Ukraina duhet të jetë prioritet numër 1. Mungesa e një angazhimi afatgjatë direkt në lindjet mesme, domethënë për SBA-n, sigurisht se i liron kapacitetet e SBA-s për të marrë me zona tjera apo me konflikte tjera. Dhe kjo u pa, domethënë edhe pas daljes nga Afganistani, SBA-ja ishte në gjendje edhe në fakt që të ndihmojë më shumë edhe Ukrainës. Tash nëse futet në një angazhim më afatgjatë në Iran, SBA-ja sigurisht se ka më të vështirë që të merret me konflikte tjera. Por si duket nuk ka shumë apetit që të ketë një angazhim të tillë afatgjatë në lindjet mesme. Tash mbetet të shihet. Po për Rusin, ky mund të themi që është moment jo shumë i favorshëm, sepse fillimisht i iku Siria, iku dhe Irani u dobësua, tani mund të themi ndoshta që s'ka më çfarë ta ndihmojë Rusi në një front në Ukrainë. Kina ju e thatë që nuk ndërhyn, po nuk nxori përgjigje nga pyetja sa çfarë fiton Kina. Tashmë Rusia në konfliktin në Ukrainë, me ato që ndodhi në lindjen e mesme, pra mund ndikoj konflikti siç u mbyll në lindjen e mesme të ndikoj tek ardhmja e vendimit për Ukrainën? Ndikimin direkt te Rusia ishte rritja po të ndodhte një rritje e çmimit të naftës, atëherë ajo do ta forconte Rusinë, sepse ajo është burimi kryesor i të ardhrave për Rusinë. Mirë, po me arritjen e pushimit mes Iranit dhe Izraelit pati një rënje të ulët të çmimit të naftës dhe tash nuk pritet që do të rritet çmimi i naftës. Kështu që aspekti ekonomik aty ndërlidhet me aspektin ushtarak, sepse përmes eksportit të naftës Rusia e financon luftën në Ukrainë. Nëse flasim për aspektin ushtarak, domethënë nuk ka ndonjë indikacion që është dëmtuar kapaciteti i Iranit që të prodhojë dronet Shahed që përdoren nga Rusia në Ukrainë. Ajo që mund ndodhë është që Irani ta rimendoj aleancën me Rusinë, ndoshta të kushtëzoj eksportin e dronëve me ndihmë tjetër apo çështje tjera, kështu që mund ndoshta ndikojnë në mënyrë jo të drejt për drejt në luftën në Ukrainë, por është e vërtetë Rusia në aspektin
ndërkombëtar në lindjet mesme është më e dobësuar, edhe pse duhet të mos harrojmë se Rusia është forcuar në rajone tjera, sidomos në Afrikë, në rajonin e Sahelit, në shtetet siç janë Nigeri, ku përmes korpusit Afrika e ka rritur ndikimin e vet atje te ato shtetet, duke zogluar drejt për drejt ndikimin e shtetet perëndimore, siç është Franca. Kështu që nuk mund të bëhet fjalë për një ulje të gjithanshme të ndikimit të Rusisë. Mirë, por në lindjet mesme me rënien e regjimit në Siri, është dobësuar ndikimi i Rusisë, dhe tash me dobësimin e Iranit, gjithashtu mund thuhet se ka një dobësim më të yteshëm të ndikimit të Rusisë në lindjet e mesme, por kjo nuk do të thotë patjetër që Rusia zbrapset apo heq dorë nga ambicjet e saj. Në lindjen e mesme pam që jo vetëm ndikimi i Rusisë, por edhe Europa, për ta thënë trosh, nuk u pyet fare. Domethënë Trump e shmangu, liderët e Bashkimit Evropian vetëm ngelen dy rreshta në Twitter për përgëzime apo ndalim konflikti, pra me pak fjalë nuk e pyeti Europën. Po, kjo ka qenë evidente edhe më herët, që shpellim të konfliktit të fundit pra mes Izraelit dhe Hamasit, domethënë ku kishte edhe një mos koordinim qesharak, domethënë sjellje mjaft qesharake të personave, liderëve të ndryshëm evropian brenda komisionit, kishte mosmarrëveshje mes tyre, mes presidentes komisionit dhe përfaqësuesit të lartë për politikë jashtme. Domethënë Evropa është mjaft e dobët sa i përket ndikimit në zona apo rajone jashtë Evropës apo jashtë Ballkanit perëndimor dhe Evropës lindore. Domethënë nuk mund të bëhet fjalë për një ndikim efektiv. Sot i përtyqe edhe diçka të fundit Trump ka firmosur zgjatjen e periudhës së emergjencës për Ballkanin perëndimor edhe me 1 vit. Kjo është një procedurë rutinë që ndodh çdo vit, apo situata ka indicie që mund këtu të shpërthejë? Sepse jo më kot edhe tek postimi që bëri pak ditë më parë për lindjen e mesme e përmendi Kosovën. Po, nuk mendoj që patjetër duhet të shohim ndonjë rrezik apo një parashikim apo ta shohim si një veprim domethënë ku burzi, sepse edhe postimi që ishte më shumë si pjesë e CV-s, domethënë që ja i kanë bërë gjitha këto gjëra, domethënë dhe meritoi çmimin Nobel. Nuk mendoj që kishte vetëm ndonjë parashikim për të ardhmen. Situata është e brishtë në Ballkanin perëndimor, sidomos për faktin që regjimi i Zotit Vučić në Serbi është i brishtë dhe është i rrezikohet domethënë pozita, dhe ndoshta si një mënyrë për ta forcuar vetveten mund të tentojë të shkaktojë ndonjë konflikt ose në Bosnjë ose në Kosovë. Gjithashtu mendimin e Rusisë, domethënë që ka interes që të hiqet vëmendja nga Ukraina. Ka rrezik, mirë po shtetet perëndimore kanë dëshirë që të pretendojnë që e kanë nën kontroll rrezikun ose e kanë në menaxhim, më mirë themi, zotin Vučić. Tash mbi të shihet se sa është e vërtetë kjo. Zoti Përtyçi, faleminderit shumë. Faleminderit.